Kryeministri Edi Rama ndodhet në një takim në ditën e dytë të forumit të investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor që u mbajt për herë të parë në Tiranë me 161 pjesëmarrës nga i gjithë Ballkani Perëndimor dhe diaspora, me synimin për të zhvilluar zgjidhje konkrete të bazuara në inteligjencën artificiale për sfida reale shoqërore. Rama në fjalën e tij tha se qeveria është e hapur për inovatorët që duan të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre. Ne kemi rënë dakord brenda nesh të çojmë përpara procesin duke hapur dyert e qeverisë për të gjithë inovatorët dhe duke krijuar një hapësirë të përbashkët me bërtham Agjencinë e Ekselencës, që ne kemi krijuar para pak kohe, dhe të cilën do ta vëmë në dispozicionin tuaj dhe të gjithë inovatorëve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve përmes inteligjencës artificiale dhe krijimit modeleve të inteligjencës artificiale. Tani, besoj që duke bërë këtë, do të ndodh ajo që ndodh gjithmonë me këtë sektor, me këtë fushë, me këtë botë, që do mësojmë shumë gjëra të reja nga njëri tjetri, dhe që do prodhojmë produkte të reja. Ne kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale, që është vetë inteligjencë artificiale, dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit, apo brenda Agjencisë së Ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale.